Me hirin dhe mëshirën e Perëndis së Madh, kisha jone shenjtë sot kremton kujtimin e lavdëruar dhe të ndritshëm të apostullit, të ungjillorit dhe theologut Joan. Ky apostull i dashur i Zotit, si quhet në Ungjill, është një dëshmi se si njeriu kur afrohet dhe bashkohet me Perëndin dhe bie në kontakt me dashurinë e tij, bëhet një dëshmitar i dashurisë së Perëndis në gjithë botën, edhe bëhet një njohës i thellë i të vërtetave të tij. Shën Joani, i biri i Zebedeut, edhe i Salomës, edhe vëllai i Shën Jakovit, nuk ishte thjesht një nga 12 apostujt e Zotit, por ai ishte nxënësi i dashur i Zotit. Ishte ungjillori i së vërtetës, ishte theologu i madh i kishës. Ai me një përullësi të thellë nuk e përmend veten e tij, emrin e tij në shkrimin e shenjtë, në ato pjesë që ai shkroi në 5 librat, në Ungjillin sipas Joanit, në 3 letrat e tij të përgjithshme, edhe në Apokalipsin, por diku shkruan dhe i quan veten e tij si nxënësi të cilin Jesui e donte. Zoti ynë të gjithë nxënësit i donte një lloj, sepse dashuria e tij është e madhe, e paanë dhe e pafund dhe nuk bën dallime. Por Krishti dhe dashuria e tij e gjeti zemrën e Joanit më të hapur dhe më të gatshme për të pritur dashurinë e tij edhe fjalën e tij, ashtu siç dielli shkëlqen edhe rezaton mbi shumë pasqyra, por ajo pasqyra që pasqyron atë më tej dhe te çon më fort, edhe në mënyrë më të fuqishme dhe më të natyrshme, ashtu siç vërtet është rrezja e diellit, është ajo pasqyra e cila është e pastër. Edhe në këtë pikë etrit e kishës dhe më saktë Shën Joan Gojarti na thot, dashuria e Krishtit ishte e njëjtë për të gjithë, por Joani me pastërtinë dhe me përullësinë e zemrës e pranoi më të plot ndritëshimin dhe rezatimin e saj. Prandaj Joani ishte nxënësi i qëra në kraharorin e Zotit, u mbështet në gjoksin e tij gjatë darkës mistike dhe u bë dëshmitar i kësaj afërsie të madhe me Zotin dhe shpëtimtarin. Ai, ndriçuar nga Shpirti i Shenjtë, shkroi ato fjalë të papërshkrueshme me të cilat fillon ungjillin e tij dhe thot: në fillim ishte fjala, edhe fjala ishte me Perëndin, edhe fjala ishte Perëndi. Ky ungjill nuk është thjesht një rrëfim historik që na thot ku ishte fjala dhe çfarë ishte fjala, por është një dëshmi e Trinisë së Shenjtë dhe një udhëzim për ne drejt bashkimit me Perëndin, sepse siç na thot dhe Shën Grigor teologu, Shën Joani e filloi me fjalën, por e mbaroi me thellësitë e njohjes së Perëndis. Kulla më e lartë e mësimit të Shën Joanit është doktrina e dashurisë së tij. Ai e shpall qartë dhe thot se Perëndia është dashuri. Kjo nuk do të thotë thjesht se Perëndia ka dashuri, ose se Perëndia na jep dashuri, por thotë se ai është vetë dashuria. Thelbi i Trinisë së Shenjtë është bashkësi dashurie. Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë jetojnë një unitet të përkryer, të një dashurie të përsosur dhe të pafund. Dhe në këtë pikë, Shën Maksim Homologjeti na thot, Perëndia duke qenë dashuri, përmes dashurisë e tërheq krijesën tek vetja, dhe shton se ai që e do Perëndin nuk mund të mos i dojë të gjithë njerëzit. Prandaj njohja e vërtetë e Perëndis nuk është thjesht dituri apo urtësi mendore, por është një përvojë jetësore e bashkimit me të, përmes dashurisë hyjnore. Shën Simeoni, teologu i ri, thot:
Dashuria është syri me të cilin njeriu e sheh Perëndin. Në dashurinë Perëndia njihet, shihet edhe banon në zemrat tona, pikërisht nëpërmjet dashurisë. Vëllezër të dashur në Krishtin, bota e sotme ka një etje të madhe për dashuri të vërtet edhe shpëtimtare. Dhe në këtë pikë kisha jonë ortodokse është e thirrur që të jetë trupi i gjallë i dashurisë së Perëndis në këtë botë. Sepse besimi pa dashurinë është i vdekur. Edhe adhurimi që bëjmë, nëse nuk ka dashuri, është shumë i thatë. Edhe jeta jonë shpirtërore, sado që e lartë edhe e kultivuar të jetë, nëse nuk ka dashuri, është e kotë, është e padobimshme dhe është e pa kuptimt. Shën Justini Popovici na thotë, Shën Joan Theologu nuk shkroi për dashurinë si një filozof, ai nuk e përshkroi atë si një ide apo si një ndërimtar, por të shkroi për dashurinë si një dëshmues, si një dëshmitar i drejt për drejt i Perëndisë dashuri. Dashuria nuk është një ide, është personi i Zotit tonë Jesu Krisht. Prandaj ne thirremi të dashur vëllezër dhe motra në 3 gjëra. E para, të pastrojmë zemrat tona nëpërmjet pendimit, nëpërmjet rrëfimit, nëpërmjet një përullësie të vërtet, në mënyrë që të ftoj dhe të pranoj zemra jonë dashurinë e Perëndis. Ftohemi të ushtrohemi në dashuri përmes faljes, mirëkuptimit, solidaritetit edhe nëpërmjet shërbimit ndaj të afërmve dhe ndaj vëllezërve tanë. Gjithashtu ftohemi që të rendim dhe të bijem në krahërorin e Zotit tonë Jesu Krisht nëpërmjet lutjes të vazhdueshme dhe nëpërmjet pjesëmarrjes së shenjtëruar në jetën adhuruese dhe në misteret e kishës. Nëse ecim kështu, edhe përmes nesh do të shkëlqej dashuria e Krishtit në botë. Le t'i lutemi Shën Joan Theologut që të ndërmjetoj për ne përpara fronit të Trinisë së Shenjtë, që të na dhuroj frymë dashurie, urrësie, durimi dhe shërbimi, që edhe ne në ditën që do të vi Zoti të dëgjojmë fjalët e Tij, e janë të bekuarit e Atit tim, trashëgoni mbretërinë që është përgatitur për ju, që nga themelimi i botës. Amin.